Në kuadër të rëndësisë së ruajtjes së shëndetit mendor, të nderuar dëgjues, në podcastin e sotëm do të flasim për menaxhimin e stresit nga pacientët onkologjik dhe familjarët e tyre. Pra, shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa edhe shëndeti fizik, sepse përfshin mirëqenien emocionale, psikologjike dhe sociale të secilit individ, duke ndikuar kështu në mënyrën se si mendojmë, ndjejmë dhe veprojmë ndaj individit. Një shëndet i mirë mendor, të nderuar miq, gjithsesi na ndihmon në mënyrën se si mund ta përballojmë stresin, si mund t'i ndërtojmë pastaj marrëdhëniet e shëndetshme dhe mbi të gjitha si mund t'i marrim vendimet e mençura. Por se si e përballojnë stresin pacientët onkologjik dhe familjarët e tyre, gjithsesi në vazhdim të emisionit do të na tregoj specialistja e psikologjisë klinike dhe psikoterapisë Zonja Fatime Fazlio. Zonja Fazlio, faleminderit që jeni këtu me neve dhe që do të ndani përvojat dhe këshillat tuaja për dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë. Faleminderit shumë për ftesën lume, kënaqësia është e imja. Realisht juve shërbeni në repartin onkologjik, ku i këshilloni pacientët të cilët diagnostikohen me kancer. Ju lutem, a mund të na tregoni se si e përballojnë stresin apo edhe frikën pacientët të cilët e marrin diagnozën, e marrin lajmin se janë të prekur nga kanceri? Gjithsesi jo mirë, por një pyetje shumë e vend. Pikës pari vetëm dua të përmirësoj në klinikën e onkologjisë. Unë punoj gati fakt tani bën 7 vite, edhe mënyra kur ata e marrin lajmin që ballafaqohen me një smundje siç është kanceri, mund të them që është një ngjarje ose një shok psikologjik për vetë faktin që në momentin që përmendet kjo fjalë për pacientin është sikur një lloj bombe që i vjen. Ajo çfarë dua të them është që nganjëherë kjo ngjarje traumatike ndryshon mënyrën se si një pacient i qaset jetës edhe mënyrën se si ai duhet të veprojë tutje. Pacientët mund të jenë të ndryshëm, mund të ketë reagime të ndryshme, por në përgjithësi prej përvojës klinike në klinikën e onkologjisë, pacienti kur e merr një lajm të tillë ballafaqohet me 3 faza, siç ashtu i kam prekur për çdo ditë. Këto 3 faza në fakt janë nxjerrë nga studimet shkencore. Zakonisht një fazë e parë kur e merr lajmin është faza e mohimit, sepse pacienti në atë moment nuk beson që kjo gjë ka mund t'i ndodhë atij. Është një fazë zakonisht diku mund të zgjas, diku 2 javë, 10 ditë, varet prej pacientit. Pastaj është faza e dytë, faza kur pacienti e kupton realitetin, është një lloj faze depresive ku fillon me u pajtu, po është është e vështirë ta pranoj që i ka ndodhur atij, dhe faza e tretë është faza ku pacienti e kupton që po e prek realitetin sa do i hidhur që është, edhe i mbledh të gjitha forcat dhe vazhdon të luftojë dhe të marrë trajtimin e duhur. Dua të ceki këtu që është shumë interesant, zakonisht nëse një pacient do të ishte referuar që në fillim prej stafit tjetër shëndetësor, në këtë rast onkologëve ose stafit infermieror, atëherë mendoj që faza do të kaloshin më lehtë. Ka pacient që vinë prej momenti që kanë marrë vesh lajmin, po ka pacient cilë ndoshta në gjysmë të kemioterapisë e kuptojnë që është psikologu aty, dhe vinë konsultohen,
Por një diçka që mund të them është që fakti që tani do të bën procedurat operative të veprimit, atëherë kam bërë e këtë procedurë kam përgatitur që çdo pacient që futet në klinikën e onkologjisë për herë të parë, që një seancë së pari të ketë me psikologun klinik ose shërbimet e psikologjisë klinike, pastaj të vazhdoj seancat me kemioterapi, trajtimin mjekësor të smundjes. Këto që unë kam shpik, por gjithku praktikat e mira në përbot e kam parë që një konsult paraprake me psikologun, pacienti do ta merr më shtruar dhe do ta merr më lehtë të gjithë procesin. Kështu që e thash edhe më herët që këto 3 faza është shumë e rëndësishme që pacienti të merr ndihmën e duhur psikologjike për vetë faktin që nganjëherë nëse nuk merret ndihma e duhur, një pacient mund të vijë deri tek të ballafaqohet me çrregullime të rënda të shëndetit mendor, siç është çrregullimet e ankthit, çrregullimet e depresionit ose edhe çrregullimi i stresit posttraumatik. Pacientët të cilët juve i trajtoni, ka prej tyre që ndjejnë ankth? Çdo pacient, duke përfshirë këtu edhe anëtarët e familjes, sepse plani i punës që kam përgatitur për 7 viteve, ka paraparë që përveç pacientëve, aty mund të trajtohen edhe të marrin ndihmën psikologjike edhe anëtarët e familjes. E kam parë të arsyeshme sepse momenti i parë ku një pacient edhe një anëtar i familjes e merr lajmin që anëtari i tyre ose vetë pacienti ka kancer, atëherë për një moment niveli i ankthit rritet ndoshta në maksimum. Edhe është një ankth i cili ndoshta në ditët e para është i papërshkruar. Pacientët nuk gjejnë fjalë, por si ta përshkruajnë gjendje psikologjike të tyre, por ata thonë ishte një bllokim, momentin që e mora lajmin, filloi pagjumësia, filloi frika çka do të ndodh me mua, çfarë të ndodh me anëtarët e familjes, nëse një pacient ose paciente e ka familje, çfarë do ndodh me fëmijët, ose ata që nuk kanë familje, po mendoj bërtham, çfarë do ndodh me anëtarët e familjes, po fundja çdo pacient kur e merr lajmin për një smundje të tillë, ankthi ekzistencial është ankthi më i madh i cili paraqitet tek këtë pacient. Po mundohem ta shpjegoj pak çfarë do thotë ankthi ekzistencial. Ankthi ekzistencial është ankthi ndoshta më tabu, që nuk flitet në shoqërinë tonë, është ankthi nga përfundimi ose mbarimi i jetës sonë. Kështu që ajo puna e parë ku një pacient ballafaqohet me smundjen e kancerit, automatikisht mendimi i parë në shumicën e tyre prej tyre që vjen është tani nuk më pret asnjë gjë tjetër përveç vdekjes. Para se të vinë tek ju, a ka raste që i hapen ndonjë miku, shoku, familjarëve? Sa ju ndihmon një bisedë e hapur pacientëve që janë të diagnostikuar me kancer? Ajo as që diskutohet. Çdo pacient, ndoshta momenti që e gjen derën për te psikologu klinik në klinikën e onkologjisë, nuk them që nuk ka biseduar me një shok ose me një shoqe ose me një anëtar të familjes. Por gjithsesi, pavarësisht kësaj hapje, e kam parë prapë se prej përvojës klinike 7 vjeçare që këto pacient nuk është që nuk rezervohen, sidomos me anëtarët e familjes. Për vetë faktin që ata nuk duan asnjëherë që ti lëndojnë anëtarët e familjes në kuptimin që për t'i shprirë ato ndjenjat e tyre. Edhe këtu ndoshta pastaj është ajo një farlloj bëhet një farlloj distance mes pacientit edhe anëtarëve të familjes, sepse të dy palët nuk flasin për smundjen, nuk flasin për vështirësitë, nuk flasin mënyrën se si ndihen, krijohet një farlloj distance emocionale, duke mundu me rujt njëri tjetrin. Po çka ndodh këtu? Ndoshta nganjëherë nga kjo pjesa e mos komunikimit ose artikulimit të kërkesave të dy palëve, nuk po flas vetëm të pacientit kafshi anëtarëve të familjes, po edhe anëtarëve të familjes, kafshi pacientit, disi ajo klima brenda familjes bëhet
e rëndë edhe për pacientin edhe për anëtarët e familjes. Ndoshta kjo është një qasje jo e përshtatshme, sepse sot studimet kanë treguar që një komunikim i hapur kur shprehen kërkesat, nevojat, qoftë pacientit, qoftë anëtarëve të familjes, atëherë zgjidhen ato enigmat, sepse ne si shoqëri, ndoshta vetë fakti që nuk e kemi shumë komunikimin e hapur, mendojmë që tjetri duhet të na lexojë mendjen. Por kjo nuk ka ekzistu. Asnjëherë nuk mund të lexojmë mendjen njëri tjetrit. Kështu që kur vin pacientët tek unë, pastaj thot e kam të vështirë me fol me anëtarët e familjes, sepse nganjëherë ata nuk po më kuptojnë. Nganjëherë anëtarët e familjes duke dashur me ndihmu pacientin, kushtimisht po them, nganjëherë e ngulfasin kuptimin që Prandaj duke i ndejt shumë gati, duke e parë ndoshta me atë syrin sikur çfarë do ndodh me këtë keqardhjes. E këto pacient nuk e dojnë këtë gjë. Edhe në ato seanca kur vin ndoshta edhe pacienti në këtë rast, edhe anëtarët e familjes, ndoshta për herë të parë mësohen të komunikojnë hapur edhe të thënë kërkesat ose nevojat e njëri tjetrit në sy. Kështu që automatikisht çdo gjë që nuk folet mund të shtrezohet, mund të pastaj të vinë ato ngarkesat psikologjike ku nganjëherë anëtarët e familjes pavarësisht gjendjes mund të shpërthejnë emocionalisht. Kështu që komunikimi i hapur, ndoshta të mësuarit e komunikimit hapur brenda familjes i bën ata që të ndihen edhe më komod edhe të artikulojnë kërkesat e tyre sa më lehtë. Po, në këtë rast duke dashur që t'i ndihmojnë, fatkeqësisht ata i pengojnë edhe ja vështërsojnë anën psikologjike, definitivisht. Edhe ndoshta prej asaj dere, kur dalin ata duke mësuar një shkallësi të re, sidomos komunikimin e hapur, artikulimin e kërkesave, pavarësisht çfarë janë ato, mendoj që kur kthehen herës tjetër pacientët, po çfarë lehtësimi është, i thuash, nevojat ose kërkesat e tua pa hezitim. Po familjarët në këtë rast si e menaxhojnë stresin, si sillen, domethënë kur janë në komunikim me juve, familjarët e pacientëve? Me thënë të drejtën, normal që dhimbja është subjektive, po nuk po flasim tani për pacientin, domethënë dhimbja është maksimale, ndoshta procesi fillimi i marrjes lajmi që është shumë në kuptimin e asaj shumë vuajtje për ta, mendoj që dhimbja është shumë evidente, ndoshta nganjëherë shikim të parë, sidomos në fazat e para, është katruese edhe për anëtarët e familjes, sepse duke ditur që absolutisht në kur nuk mund të ndojnë pacientin ose në këtë rast individin prej sistemit familjar. Kështu që ata e vuajnë smundjen e anëtarit të tyre. Nganjëherë edhe ata mbyllen atë guackën e vet të dhimbjes, të vuajtjes, të vetmisë, saqë frika nga humbja e më të dashurit të tyre i bën ata që vërtet nganjëherë të ballafaqohen, sidomos fillimet e para me stres akut, nganjëherë kur nuk mësojnë se si të menaxhojnë stresin, mund të kalojnë edhe në çrregullime më të rënda. Në këtë rast nganjëherë është një lloj depresioni, sidomos tek çiftet, domethënë nëse është gruaja e smur, pastaj për burrin është një diçka, është një shok, është një dhimbje shumë e madhe, çfarë do ndodh, lema me bashkëshorten, po çfarë do ndodh me fëmijët, si do të ballafaqohen ata. Po për fat mirë, nganjëherë, thash edhe më herët, kur futen në atë klinik, kancer baraz me vdekje, kështu është ai mendimi i parë. Po sot fatmirësisht shkenca ka avancu, edhe preparatet për trajtimin e kancerit sot janë shumë evidente dhe fakti që sot kemi shumë të mbjetuar në botë nga kjo smundje kallëzon që ne kemi shpresë, edhe kur mëson gjithë ato informacione për mënyrën e trajtimit, opsionet e trajtimit, edhe anëtarët e familjes, këtë rast edhe pacienti janë më komod, edhe pastaj thash vinë atë fazën e tretë shumë më shpejt, bëjnë gjithçka është e mundur edhe për të vazhduar tutje drejt shërimit të tyre. Po, si motivohen apo si e gjejnë shpresën pacientët të cilët janë duke u trajtuar, domethënë nga stafi shëndetësor që marrin kimioterapi apo si rezatime gjitha këto. E kuptoj.
Është shumë interesant. Nganjëherë gjithmonë është ajo pyetja edhe në çështje tjera përdesa jam me para dhe vetmja që e punoj këtë punë, ofroj shërbime psikologjike për pacientët me kancer, më bëhet kjo pyetje si motivojnë ata. Nganjëherë kjo pjesa e motivimit jemi mësuar popull me dëgju që një pacient me kancer ose anëtarët e familjes së tyre të motivohen, haj se ti je fort, haj se ti ja del, haj se ti gjithmonë ja ke dal njët. Nganjëherë këtu janë fraza, por në raport me një pacient me kancer edhe me anëtarët e familjes, nganjëherë janë fraza shumë boshe. Në thonë të drejtën. Se si motivohet një pacient ose anëtarët e tyre të familjes është pikërisht kjo, kur ti ata ndalesh, i dëgjon me empati, mundosh të futesh në lëkurën e tyre, për të kuptuar gjithë proceset, gjithë vuajtjen ose dhimbjet cilën ata po kalojnë, sepse ndoshta është një pikë e parë kur ata thonë, ej, ndoshta dikush po më kupton për çka po kaloj unë. E dyta, ajo qasja, që është eksistencialiste drejt për drejt kur punoj me anktin eksistencial edhe në këtë rastin për pjesën e motivimit edhe për të vazhduar tutje, mendoj që e komprek të çdo ditë edhe atë çfarë e thot terapia eksistencialiste është kur e mëson një njeri me jetu me dobësinë e tij në kuptimin që asgjë nuk ka në dorë tek vetja vet, frymën apo mënyrën sa gjatë ka me jetu, atëherë ja ke dhënë mundësinë që ai çdo minutë, çdo orë të jetës tij me kalu maksimalisht sa më mirë që është e mundur. Pse them këtë? Sepse është një teknikë në fakt që unë e kam ndërthur prej disa teknikave është e kam quajtur kështu trajektoria e 3 kohëve kryesore, sepse zakonisht njerëzit qoftë me këtë smundje, po qoftë edhe në përgjithësi njerëzit cilët kanë telashe me ankthin, me depresionin, me shërgullimet e stresit post-traumatik, jetojnë në të shkuarën. Edhe gjithë koha ma e mirë e tyre shkon me atë pjesën çfarë më ndodhi, pse më ndodhi. Edhe në moment që një pacient vjen aty edhe kupton që e shkuara nuk zhbëhet, është aty, por njëkohësisht ajo nuk zhbëhet edhe e ardhmja nuk mund të parashikohet sepse se ka bërë dot asnjëri. Kjo na tregon që edhe bashkarisht me pacientin e kuptojmë që okay, atë çfarë na kemi në dorë në këto 3 kohë kryesore, siç e kam quajtur në trajektoria e 3 kohëve kryesore, na që kemi në dorë është koha e tashme. Pe thom literalisht koha e tashme, në gramatikë është koha e tashme, por koha e tashme e jonja që na kemi në dorë dhe kemi impakt të ajo kohë. Çka do thot kjo? Aty mëson pacienti që koha e tashme është më e vlefshmja. Aty e kupton që ne nganjëherë qoftë me një smundje, qoftë pa një smundje duhet të jetojmë tani edhe këto. Sepse ajo është koha jonë reale. Po. Sepse aty bashkarisht e kupton, do të thonë mundohem të vëdisoj përmes ndërhyrjeve psikologjike që e shkuara nuk zhbëhet dhe nuk mund ta ndryshojmë, po as të ardhmen nuk mund të parashikojmë. Pastaj ka plot pacient kur thonë, "Okay, do të thonë ajo çfarë është e rëndësishme që unë duhet më mësoj me jetu sot, tani edhe këto." Po. Kjo është një lloj motivime, sepse ti ja jep pacientit një mundësi me kriju një mendim ndryshe për kohën. Sepse vetëm ajo është e vlefshme dhe atë e kemi në dorë se si na mund ta kalojmë. Mund të zgjedhim. Në të tashme mund të zgjedhim nëse unë pëlqej me dikën me pi një kafe, do ta zgjedh atë njeriu i cili më bën mundi mirë. Jo pse duhet ta pi një kafe patjetër me dikën, edhe nëse ai ka impakt negativ të shëndeti im mendor ose të ajo mënyra që më bën ai person me ndi. Kështu që kjo është më shumë ajo pjesa e motivimit në mënyrë indirekte, jo ato fjalët ti mundesh mi dal, sepse nganjëherë pacientët e them këtë shumë prej përvojës që ata e thon terapi jemi lodh. Nganjëherë nuk kam nevojë me më thonë je fort, se unë e di sa jam e fortë, di sa jam e dopt. Nganjëherë ka nevojë dikush me më dëgju pa kushte, ka nevojë dikush pa ndërhyrje. Pa ndërhyrje dhe ka nevojë dikush spaku me mu mundu me më kuptu në për shka po kaloj. Edhe në diçka tjetër, nganjëherë pjesë e motivimit është pikërisht edhe kjo pjesa tjetër kur
shumica e pacientëve, sidomos gratë, kur vinë aty, kom thonë edhe herës tjetër në emision, që është shumë interesant, ato kanë mësu kulturalisht krejt femrat me jetu në shërbim të tjerëve, për më botë të tjerët mundi mirë, edhe aty ndoshta mësoj për herë të parë me jetu për vete, me qit vetën prioritet, edhe me kuptu që ma e vlefshme se vetja në fakt nuk është askush, edhe kur ajo ndihet mirë, ka mu shpërnda që ajo aura që edhe të tjerët kanë mundi mirë, sepse fatkeqësisht më dem fakti që çdo femër kur vjen aty, çdo grua, çdo vajzë, e sheh që ka dhënë shumë për të tjerët dhe nuk e ka marrë atë që ajo ka dhënë. Nuk është që nuk është një dhimbje shumë e madhe, edhe ndoshta aty së bashku mësojmë me kuptu që më e rëndësishme me ju përkushtu vetës ndoshta për herë të parë në jetën e vet. Po. Edhe kjo është një lloj motivimi për ato që me kuptu që jeta është e vlefshme me apo pa ato çfarë thonë të tjerët për ato. Po. Cila do të ishte një këshill që e drejtoni për të gjithë ata njerëz, gra e burra që tani më janë vetëm duke u ballafaquar me sëmundjen e kancerit, si të sillen edhe për familjarët e tyre gjithsesi, sepse edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që t'i këshillojmë se si duhet të sillen karshi njerëzve të tyre. Fatmirësisht që kemi këso emisione në radio, në televizion, sepse ndoshta mediat e luajnë rolin kryesor të pjesa psikoedukimit dhe informimit për pacientët. Ajo që edhe pse pas 7 viteve mendoj që akoma ka nevojë për të vëdisuar edhe për të marrë informacion që ekziston psikologu në klinikën e onkologjisë, momentin që për pacientët do të ishte një thirrje që e shehni që pavarësisht forcës, pavarësisht tentimeve për t'ja dalë, për të ballafaquar me dhimbje dhe kur e shehni që ka momente që ju e ndjeni që është terruar energjia juaj, atëherë mos hezitoni të kërkoni ndihmë tek një profesionist i shëndetit mendor. Ajo çfarë do të thoja për pacientët një lloj mesazhe edhe për anëtarët e familjes. Unë kam, nuk e di, ndoshta kam marrë në atë pikë kur s'paku e kom kuptu edhe për veti që absolutisht një smundje mund të vështirësoj jetën, cilësinë e jetës, po kur nuk e ka mund me determinu jetëgjatësinë. Po. Sepse jemi dëshmitar që dikush ka qenë shëndosh e mirë edhe një infarkt në zemër, një gjakdërdhje në tru edhe ka përfundu me fatalitet. Por jemi dëshmitar edhe të asaj që ka pas pacient cilët pavarësisht që mballafaqu me smundje më të rënda në këtë rast që është kanceri, ata kanë jetu, kanë jetu gjatë. Kështu që mesazhi është që smundja mund të vështirësoj kualitetin e jetës, po kurse determinon ato, ajo çfarë na kemi në dorën tonë është që neve të vrapojmë kuptimin që të marrim trajtimin e duhur, edhe të munduhemi krahas rrethonave të cilat jemi, ta bëjmë jetën sa më cilësore. Nga biseda që bëm me psikologën tonë klinike dhe psikoterapisën zonjën Fatime Fazliu, mësuam se është thelbësore të flasim hapur, gjithashtu të kërkojmë ndihmë kur e kemi mëse të nevojshme, por mbi të gjitha ata mbështesim njëri tjetrin gjithmonë pa paragjykime. Zonja Fazliu, po ju falenderoj shumë për kohën, për këshillat dhe për përvojën tënde që ndave me dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë. Faleminderit Lume, kënaqësia ishte ime, thasha edhe më herët, që ju përgëzoj për punën që po bëni, vërtet jeni shembull se si njeriu në secilën fushë ku punon kontribon për vëdësimin e shoqërisë. Faleminderit edhe një herë.